po realisht fëmijët janë ata që kanë nevojë më shumë për logoped, për shkak se tek fëmijët është pikërisht mosha ku fillon domethënë edhe zhvillimi i artikulacionit, edhe zhvillimi i të folës. Andaj domethënë gjatë zhvillimit aty ekziston hapësina që për gjatë zhvillimit më pas pastaj edhe çrregullime. Edhe kështu që domethënë për rasteve më të shumta janë që kanë bëjë me fëmijët. Mirë po, çush e theksova edhe më herët, nuk është logopedia domethënë shkencë vetëm për fëmijët ose shkencë vetëm me fëmijëve. Nuk përkufizohet në këtë formë, domethënë është përkufizimi i pasakt ose gjykimi i pasakt nga mosa. Por logopedia është edhe për triturit, edhe për fëmijët. Ku ka nevojë njëri për logoped, përfshim fëmijët tash, për shembull i ba 2 vite, 3 vite dhe nuk flet, dhe më njëherë ka më interesu për një logoped, për një psikolog dhe më këshirë ku është problemi. Kur është mosha që ndoshta ose cilat janë simptomat që mundesh me ditë që një djalë, një vajzë ka nevojë për logoped? Po, nëse i referohemi një pasqyre të grup moshave, nëse kushtimisht kishim mujt me quajt kështu, atëherë kishim me thonë që kishim mujt me ndonë këtë formë. Domethënë prej moshës, domethënë 12 muajsh deri me 15 muajsh, duhet më parë si rrezik, domethënë si shqetësim që për më vizitu logopedi, nëse fëmia domethënë nuk përdor asnjë fjalë kuptim plot ose nuk kupton asnjë sinjal. Pastaj tek mosha domethënë domethënë pi 15 muajsh deri me tutje, nëse nuk ka fjalë të qarta hiç, edhe nuk kupton domethënë sinjale kur ti komunikon me ta, pastaj tek mosha 2 vjeç ku ka më pak se 50 fjalë dhe që nuk arrin me lidh fjalët, po ashtu të mosha 3 vjeçare dhe realisht edhe të gjitha moshat nëse fëmia nuk përgjigjet fare ndaj emrit të tij, domethënë ti e thret ose komunikon me ta, ai nuk e ka vëmendje, nuk përgjigjet fare ndaj emrit, ose domethënë ai nuk shikon kur ti komunikon me ta, nuk shikon fare drejt për drejt në sy, ose ndodhet që pastaj ka raste ku ka regres, ku fëmia i ka pas disa fjalë, i ka artikuluar disa fjalë, por domethënë ato fjalë fatkeqësisht kanë humb, si pasojë e përkeqësimit të gjendjes.